Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i hënë 10 mars 2025. Dashi. Sot jeni më të lumtur me atë që po bëni. Perspektiva të shkëlqyera në familje dhe në rrethin e njerëzve më të afërt. Demi. Kujdes ndaj parave, mbaj mend edhe një herë që nuk duhet të dekurajoheni edhe nëse kërkohet ndërmjetësim në vendin e punës. Mos mendoni për problemet e dashurisë, dikush po mendon për ju. Telefonata, mesazhe të lezetshme hyrëse dhe një shans për të shpenguar veten nëse keni pasur një të kaluar të vështirë. Binjaket. Ditë e shkëlqyer si protagonist, nëse keni një rol drejtues ose në çdo rast duhet të vendosni për gjëra të rëndësishme, tani është koha e duhur. Gaforja. Është një ditë shumë e këndshme në të cilën do të doni t'u jepni më shumë disponueshmëri atyre që doni dhe jo vetëm, për ata që punojnë vetë ose kanë mundësinë të shfrytëzojnë, është koha më e mirë për t'u dëgjuar. Luani. Ditë e mirë për marrëdhëniet shoqërore, për punën. Suksesi nuk do të dështojë. Virgjëresha. Një ditë që mund të jetë shpërblyese për gjërat e vogla. Ju do të udhëhiqeni nga mençuria, arsyeja e shëndosh, aftësia për të mbajtur pozicionet tuaja të qëndrueshme. Peshorja. Dashuria forcohet, ju jeni protagonist pasi nuk keni qenë prej kohësh dhe nuk do të mungojnë lajmet. Marrëdhëniet lehtësohen, caktoni një periudhë takimesh të këndshme. Akrepi. Situata është në favorin tuaj, situatat që lindin në këtë ditë mund të bëhen të rëndësishme për të ardhmen tuaj, problemet për t'u përballur në shtëpi, por tani gjithçka është më e lehtë. Shigjetari. Organizoni jetën tuaj në mënyrën më të mirë, nevojitet një rishikim ekonomik, sot ju jeni ndër shenjat që mund të merrni diçka më shumë. Britsjapi. Ditë e lodhshme edhe sepse po i jepni vetes shumë për të bërë në vendin e punës. Partneri juaj do t'ju dëgjojë nëse nuk dorëzoheni tundimit për t'u mbyllur në ndonjë ëndër të pamundur. Ujori. Ka kaq shumë gjëra për të sqaruar në lidhje me paratë. Nëse dikush i dashuruar ju ka thënë jo ose ka vonuar një takim, do të shihni që brenda pak ditësh do të keni mundësi të merrni sqarime. Peshqit. Sot ka pak më shumë lodhje për të kundërshtuar, padyshim që duhet të bësh shumë gjëra ose ka njerëz të bezdisshëm përreth. Mbërritni në vendin tuaj të punës me nerva të tensionuara dhe ja nxirrni të gjithëve. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimin. Shihemi nesër.